njerëzit janë munduar shumë, për shembull shoqëria ime, janë munduar shumë të më ulin poshtë, jo po për shembull prej zërit apo prej pamjes, ngjyra etj etj. Çfarë komente shbënin për shembull, hey ti djali? Je shumë i bardhë, më thonë. Do me thënë komente në lidhje me ngjyrën tënde të lëkurës. Po. Që me thënë të drejtën, jemi gjithë njerëz në fund ditës, Pikërisht. Çfarë mendon që ka ndikuar te ata që bënin këto komente? Familja e tyre? Po normalisht është, në fakt, në disa raste është familja dhe në disa raste është edhe shoqëria. Po nuk është se i vojvaj familje, sepse familja mundohet shumë të rrisi fëmijën e vet në mënyrë perfekte, mundohen të japin një edukat, një respekt ndaj njerëzve, por fëmia kur jemi fëmijë nuk dim kë zgjedhim për shoqëri. Kupton? Edhe mendojmë se ai tjetri ka një popularitet sepse është gangster. Edhe shkojnë bëhen shoqërinë, bëjnë grup me atë personin që është gangsteri i shkollës. Ti isha ai luftëtari që ja kthej apo i vuaje për brenda? Jo, unë kam qenë gjithmonë ai që i haja veten për brenda. Nuk shpreshe as me familjen tënde, as me askënd?